Pastruesit e qytetit janë heronjt e heshtur të përditshëm. Ata nuk ecin në rrugë me zhurmë, as nuk kërkojnë vëmendje. Kur qyteti ende fle dhe dritaret janë të mbyllura dhe drita të shojtura, ata janë tashmë zgjuar në ajrin e freskët të mëngjesit. Përpara se hapat e parë të dritës të mburshin trotuaret, dëgjohen vetëm përshpërimat e fshesës që rishkasin mbi asfalt. Është një zë i ulët, por i domosdoshëm si rajet e zemrës së qytetit. Në orët kur të gjithë nxitojnë drejt punës, shkollës apo detyrimeve të tjera, rrugët duken të pastra, shpesh të rregulluara, koshat bosh. Askush nuk pyet se si u arrit kjo gjendje. Pastërtia mire se diçka e thën, si ajri që thithim, pa u menduar, por pasaj qëndron një punë e vazhdueshme, e lodhshme, që nuk nje një pushim, as në shi, as në vap, as në acar. Ky është paradoksi i madh i kësaj pune. Sa më e mirë të jetë, aq më pak vlerësohet, dhe megjithatë, ajo vazhdon çdo ditë, pa pushim, pa lavdi. Ka ditë kur qyteti sillet ashpër, pas festave, rrugët mbulohen nga mbeturina e një gëzimi të shpejtë, të konsumuar, pa menduar për pasojat. Kur muzika hesht dhe dritat fiken, mbetet rënoja dhe rëmuja. Në këtë qetësi të pasnatës, dikush rikthen rregullin, jo për të gjykuar, por për ta riparuar. Ky është një akt i jeshtur në jetën urbane, në një mënyrë për t'i dhënë qytetit një fillim të ri çdo mëngjes. Në një ditë me shi, uji përzihet me baltën e mbeturinave dhe trotuaret bëhen të rënda për të pastruar. Në një dimër, duar ngrin dhe çdo lëvizje kërkon më shumë forcë. Puna megjithatë nuk ndalet, sepse pastërtia nuk është luks, por një bazë për dinjitetin kolektiv. Një qytet i ndotur flet për braktisje, një qytet i pastër flet për kujdes. Edhe kur ky kujdes nuk shifet, merita e kësaj pune nuk qëndron vetëm te rezultati, por te qëndrueshmëria, të dalësh çdo ditë pavarësisht kushteve dhe të bësh të njëjtën punë me të njëjtën përkushtim, kërkon karakter. Është një disiplinë e eshtur, një moral pune që nuk ndërtohet mbi fjalë, por mbi veprime dhe përsëritje. Në këtë kuptim, pastruesit e qytetit mbajnë mbi supe një formë të padukshme përgjegjësie shoqërore. Në një botë që shpesh vlerësojmë ata që shkëlqejnë, kjo punë mbetet në hije. Por pa ta, qyteti do të ishte i pabanueshëm. Rrugët do të humbisnin funksionin e tyre, hapësirat publike do të ktheheshin në vende që shmangeshin dhe jeta e përditshme do të bëheshe më e rëndë. Pastruesit nuk ndërtojnë kulla, por mbajnë themelet e jetës urbane. Ata nuk lënë monumente, por krijojnë një normalitet që u lejojnë të tjerëve të ecin pa menduar për pengesat. Në këtë mënyrë, puna e tyre zhdrohet në virtyt, jo sepse është e thjeshtë, por sepse është e domosdoshme, jo sepse sjell famë, por sepse sjell dinjitet. Është virtyti për kujdesin për të përbashkëtën, i respektimit të hapësirës që ndahet me të tjerët, i përgjegjësisë ndaj qytetit si një trup i gjallë. Kur ecim në rrugë të pastra dhe sheshe të rregulluara, rrallëherë ndalemi dhe mendojmë për duart që e kanë bërë të mundur këtë. Por qyteti e di, ai flet përmes rendit, qetësisë dhe funksionimit të tij, dhe në këtë gjuhë të heshtur, pastruesit janë zëri më i qëndrueshëm, më i dukshëm i jetës urbane.